Përshëndetje gjithë miq, takohemi në Albania Newscast në episodin ton të radhës. Do flasim për aktualitetin politik, por jo vetëm, do flasim edhe për kulturën, një koncert i Kanye West i cili ka shkaktuar shumë debate, edhe pse nuk do duhet të ishte i tillë, pasi është një event i cili padyshim do ndikojë që Shqipëria të jetë në hartën botërore të koncerteve, të eventeve nëpër masa të mëdha, por jo vetëm, do të jetë edhe një pjesë e rëndësishme për sa i përket kulturës, pasi një nga artistët me famë botërore, Kanye West, edhe pse kontrovers, do të vinë në Shqipëri. Por ka shumë debate për këtë, do flasim edhe për çështje të tjera. Kam kënaqësinë të kem zotin Blendi Gonxha, i cili është gjithashtu dhe ministri i Kulturës, Turizmit dhe Sportit. Zoti Gonxha, faleminderit. Kënaqësi që të kam. Faleminderit që gjetë kohën, sepse jemi pa kohë nga koncerti i Kanye West, por do duhet ishte një event i cili nuk do merrte këtë vëmendje, po them, në kritika, do duhet ta merrte vetëm në aspektin kulturor. Përse mori këtë vëmendje kaq të madhe? Sa i takon një pjesë të atyre opinioneve të cilat janë me të vërtet ndonjëherë edhe deri nivele histerike ose deri nivele të verbra, një pjesë atyre gjithmonë e theksoj, ato që janë më të pajustifikuarat edhe më, si më thënë, të tepruarat, mendoj që është një situatë që ku diu ndonjëherë populli e thot mirë që ka një pjesë që ja ka marrë mendin shejtani, unë nuk e di se si ta them ndryshe, sepse kam parë shumë deklarata dhe kam parë shumë qëndrime cilat janë komplet donkishoteske në raport me eventin në fjalë. Thënë kjo, është krejt e drejtë që shumë njerëz, dhe mund të jetë një opinion i cili mund të përbëhet edhe nga njerëz që nuk e njohin artistin, nuk e njohin gjithë themi aktivitetin e tij, edhe unë jam një nga ata që nuk i njoh gjithë këngët e tij, mund të kem preferencat e mia, por kur ka një mundësi të tillë, pra kur ka një, nëse mund ta krahasoj një si po themi komet që kalon në atë zonën tonë, po themi, vende si ne, të cilat nuk janë vende të njëjta me Mbretërinë e Bashkuar, apo me Italinë, apo me Francën, pra duhet kuptojmë që kontekstet janë komplet të ndryshme, sepse bijem gjithmonë vetvetiu në autogola, pra Italia e anulloi, Anglia e përzuri, ku diun Franca e shtyu. Ka pasur shumë arsye të cilat janë nga organizative, nga të vetë artistit dhe të ndonjë qëndrimi politik. Po a është konteksti i njëjtë në të shtete? A ka Italia nevojë dhe a ka Shqipëria luksin që ka Italia që t'i thot jo aktiviteteve të këtij niveli? Pra këtu ne fillojmë ndonjëherë o harrojmë, o gabojmë, o humbim, si më thënë, arsyen dhe ngatrohemi me vende të cilat Italia ka 80%, në mos 75% të trashëgimisë kulturore, historike të gjithë globit në Itali. Italia ka qindra vjet shtet, Italia s'ka nevojë që të promovohet, Italia nuk është një vend që është, si më thënë, në zhvillim. Italia është kthyer në problem turizmi. Italia është një vend që zgjedh, Italia është një vend që është antar i G7-s, është një vend i industrializuar shekull. Prandaj ideja është që ne duhet kuptojmë me këmbë tokë se kush jemi, nga vim, ku duam të shkojmë, dhe prandaj ne kemi komplet tjetër agjendë. Njësoj si kundër ndryshe nga Shqipëria, Kosova ka agjenda akoma dhe më të fuqishme për promovimin identitar, kombëtar, të aspektit të shtetit, sepse Kosova po lufton që të njihet në rang ndërkombëtar si shtet. Kështu që në shumë aspekte ne ndonjëherë jemi edhe në konkurrencë me Kosovën, sepse ata investohen më shumë në aktivitete të ndryshme që kanë të bëjnë me, si më thënë, themi njohje ndërkombëtare, por edhe një, themi, pranim ndërkombëtar, por edhe një dalje në pa ndërkombëtare më të madhe. Pra, ne në rajon, ne si Shqipëri, ne për ekonominë që kemi, nuk mund të krahasohemi me këto vende, ne në këtë aspekt nuk e kuptojmë dot, si më thënë, kritikën, kur bëjmë sikur nuk jemi në kushtet që ne jemi, kur nuk e dim informacionin e saktë dhe vrapojmë që themi gjëra që mund t'i thoshë ndoshta një italian, mund t'i thoshë një anglez. Ne nuk e kemi shpesh të vëmendje dhe kjo na bën që pastaj të na bjerë cilësia e asaj që e pretendimit ose cilësia e kritikës. Në këtë rast, unë jam i qetë krejtësisht në ndërgjetjen time, edhe si drejtues, po edhe si qytetar, edhe si politikan, edhe si profesionist politik, po edhe si përgjegjës për ministrinë që drejtoj, që vendimi që ne që në janar të këtij viti të mirëprisnim krahapur në kuptimin që ne madje deri në kufit e një, pra keni gjithë mbështetjen e mundshme të shtetit shqiptar. Mundet do që të ndikoni që të keni një mundësi ta negocioni dhe ta sillni brenda këtij turi, pra një tur global të sillni një nga
netët e këtij turi në Shqipëri, pra të kishim mundësi të ishim një nga slotet e turit të një artistit madh. Dhe pastaj këtu kemi informacione të ndryshme që ndërthuren që është pse ky artist, sepse janë të gjitha elementet bashkë. Pra kjo është një ndërmarrje, ky nuk është një koncert, ky është një, si më thënë, projekt i cili sjell një ngjarje dhe është një nisëm, është një, po themi, një investim, është një produksion, është një promovim, sepse promotorët janë ata që janë kryesorët, që nëse do ndodhte, sipas nesh, do ishte identikiti më i miri mundshëm për këtë fillim viti, për të na bërë që ne të kapnim një nga eventet globale, elitare, më të mëdha, më të jashtëzakonshme nga të gjitha anët për nivelin ton, për tregun ton, për realitetin ton. Nuk mund, si më thënë, të kesh një zgjedhje shumë të madhe. Ne duam që t'jemi, ne duam të projektohemi, ne duam që ambicia shqiptare të ketë sukses në kërkesën e vet për t'i thënë gjithë botës që ne jemi një vend që duam të jemi qendra e rajonit, ne jemi një vend që duam të jemi një nga qendrat më të rëndësishme të kontinentit evropian për artin e performuar, për industrinë kreative dhe për ekonominë e eventeve. Kështu që ne në këtë aspekt kjo është politika jonë, këtu nuk ka ndonjë sekret. Patjetër. Tani Jo, këtu bijem dakord. është Kanye West që i shërben politikës sonë. Nuk kemi ne Cervantesit e Kanye West. Shqipëria nuk i jep gjë Kanye Westit. Është pikërisht kjo që duhet na bëjë që në fillim që ne ta drejtojmë kurrizin, ata që më dëgjojnë duhet ta kuptojnë që ne këtu shohim interesin publik dhe interesin kombëtar dhe interesin strategjik të Shqipërisë të këtij momenti për sektorin që ne po flasim. Pyetja është, pra, në qendër të këtij të vëmendjes, në qendër të debatit është kjo situatë, sepse lidhet me 4.2 milionë euro që i jep buxheti i shtetit, fondi rezerv, pra jo fondi emergjencës, sepse ka patur shumë paqartësi. Unë besoj që kanë qenë pa qëllimta, por nëse kanë qenë të qëllimta është e gabuar. Ka shumë gur në lum. Ka gur në lum. Jo, është fondi rezerv, nuk është fondi emergjencës, që të jemi të qartë me opinionin publik, por 4.2 milionë euro, thënë njerëzit, në një situatë kur ka protesta, në një situatë ku mungojnë ilaçet, ka probleme të tjera, përse duhet të jepeshin këtu, dhe këto fonde mos të jepeshin dhe diku tjetër, dhe të jepeshin dhe këtu. Unë kam qenë të ata njerëz që them të bëhej kjo, nuk ka asnjë problem, por të bëheshin dhe këto të tjerat. Eksperjenca amerikane, që ta them të plot edhe atë kërkimjet që kanë bërë vetë, eksperjenca amerikane thotë që shumë shtete në Amerikë financojnë Super Bowl-in, ato që është finalja e futbollit amerikan, sepse është kjo rikthimi etj që bëhet në ekonomi. Ne kemi vendet e lindjes mesme, e bëjmë krahasimin shumë të thjeshtë sepse është edhe më i afërt si krahasim që nëse ka eksperjenca të një ringritje nga zero, nga shkretira, po themi nga rëra, nga hiçi, të një realiteti i cili sot ne e shohim shumë qartë se në çfarë niveli kanë arritur, që ka të bëjë me turizmin, me ekonominë e eventeve, që ka të bëjë me promovimin e vendeve të tyre, me atraksionin që ata ofrojnë sot në botë, që ka çuar në zhvillime të cilat kanë bërë që ata të kenë ca nga aeroportet më të mëdha në botë, që ata të kenë konektivitetin më të zgjeruar në botë, që ata të kenë sot të flitet deri dhe që kur ata porosisin avion, nuk ka avion që prodhohen, që të mund të plotësojnë kërkesat që ata kanë, për shembull Arabia Saudite e tjerë, nuk ka prodhim Boeingu dhe Airbusi, aq sa duhet blej avion, po themi, lindja e mesme. Dhe kjo është një, dhe këtu flitet pastaj për investime që ata bëjnë brenda territorit, për arktimin, në përgjithësi për botën e entertainmentit, e botën e showbizit. Jo, është kjo gjë, është e njëjta gjë që ata kanë bërë që në fillim kanë filluar me eventet, kanë filluar me investimin rënd fare në kuptimin shumë fort të këtyre eventeve, pra të gjitha aspektet logjistike, financiare, gjithçka për të sjellë atje ndeshje, finale, koncerte, evente, gjithçka në mënyrë që vendi mund të vizitohet njëkohësisht nga njerëz që një rrugë 2 punë, një rrugë 3-4 punë, shohin vendin, lidhen për biznes, blejnë, banojnë, vinë. Pra, kjo gjëja e industrisë kreative, nëse ka një komponent të rëndësishëm sot ekonomia jonë, që është më e rëndësishmja, që dikur nuk ka ekzistuar dhe aq shumë, por që në fakt ka qenë në natyrën e njeriu, që është shpikja, pra të themi, talenti për të bërë inovacion ka qenë gjithmonë te ne. Por nëse ka pasur një moment historisë si kjo është përkthyer në një strategji globale për t'ia dalë konkurrencës, ka qenë që inovacioni erdhi përfundimisht një nga shtyllat, erdhi çatia në kuptimin, erdhi pjesa më kryesore e gjithë komponentëve që përbëjnë ekonominë e një vendi. Në një nga shtyllat kryesore të atyre vendeve që kanë fatin që ka Shqipëria për
natyrën, për peizazhin, për klimën e bekuar që ne kemi dhe pozicionin gjeografik që kemi, na bën që të jetë turizmi. Një nga kolonat e dyta, kur ka fatin vendit ketë kreativ, inovacion, politikat e duhura, mendjen themi në kuptimin e mençurisë që duhet të tregojmë ne për të planifikuar ekonomi, është komponenti i dytë që është industria dhe ekonomia kreative. Në Londër, për shembull, një industri kreative e fortë dhe një ekonomi kreative e fortë e udhëhequr nga një bashkëpunim i jashtëzakonshëm shtet-bashki, pra shtet për shtet vendor, bën që në ata të kenë gati 35% të ardhurave të tyre buxhetore, pra të gjithë ekonomisë të tyre. Janë bashkëorganizatore, ka një diferencë. Jo, s'ka asnjë diferencë. Rasti konkret, flasim për ministria është bashkëorganizatore ose qeveria? Jo, po them thjesht që politikat që ata kanë bërë, pra domethënë inovacioni dhe ekonomia kreative janë sot dy shtyllat kryesore dhe ne u lodhëm nëpër konferenca, nëpër konferenca e forume, gjitha me British Council, me tjerë, me ato, me eksperiencat, me filmin, me kineman, me audiovizualin, me të gjithë me film komisioni, me tax rebate, me gjithë reformat që ne po i bëjmë tani, flasin ka një gjë të përbashkët, ekonominë e eventeve dhe ekonominë kreative. Sepse e para sjell momente shpërthyese që kanë edhe shumë turizëm. E dyta, dhe kuptohet që ka dhe shumë punësime, shumë njerëz dhe teknike, eksperiencë, mjeshte që janë brenda. E dyta është shumë herë më, duket e avashtë, po është shumë herë më e qëndrueshme dhe është shumë herë më gjeneruese e shumë benefiteve dhe domethënë të tjera që janë direkte, që janë punësimi, ustallar, grupe, pra grupe xhirimi e tjerë. Sa njerëz punojnë te stadiumi? Se duhet ndalim pak dhe te stadiumi që është ndërtuar. Po, është me vërtet se për shembull këtë pyetje nuk e bën kollaj çdo njeri sepse janë gjëra që interese, 60.000 veta është një gjë. Janë gjëra që ndoshta nuk duken të gjitha, puna aty nuk është e gjitha e dukshme, por aty ka qenë një, themi gati një landfill. Kur ne fillonim dikur aksionet e Bashkisë Tiranë, që fillonim me aksionet e pastrimit, kur un kam punuar në APR, ne i fillonim të gjitha me gjithë mjetet tona mblidheshim dhe me gjithë vullnetarët gjithë mblidheshim tek landfilli i Kasharit, i thonim ne. Ajo ka qenë aty një tmerr. Dhe nga një landfill, ajo më pas është regjistruar dhe shtok private dhe është pjesë e një plani zhvillimor të zonës dhe ishte shumë ide e mençur të ishte aty, sepse ne nuk e bënim dot aktivitet pasi promotorët na e sqaruan këtë po themi yçkël, që nuk e bënin dot këtë aktivitet në Air Albania, se natyrisht mendja e parë që të vjen është të shkosh në stadiumin e vetëm që ke, më të mirin që ke. Por, si më thënë, struktura e skenës dhe të dhënat që duheshin për këtë aktivitet dhe aritmetika e çmimit që do të rrite nga bëri aktivitetit në një hapësirë shumë të vogël, ku do kishte vetëm ndoshta maksimumi 30.000 spektator, do bënte që kostoja e këtij eventi për përkthyer e pjesëtuar për numrin e spektatorëve do bënte që biletat ishte shumë e shtrenjtë. Pra promotorët duke parë të matematikë dhe duke dashur dhe ne gjatë gjithë kohës natyrisht që eventet të synojnë të jenë me vetë financim, të synojnë të ja dalin vetë me biletat, natyrisht ato mund edhe mos ja dalin, mund edhe të ja dalin, por që në radhë parë t'ja dalin dhe ne natyrisht ishim shumë të interesuar të mbështesim që ata të ishin në një vend ku të kishin mundësi të ndërtonin një strukturë për 60.000 spektatorë. Kështu që Kashari, pse Kashari, dhe aty pastaj kjo strukturë që erdhi si shtesë në kostot e projektit, çka më vonë komplikoi pak edhe mbarvajtjen e projektit, bëri që të kishim kam përshtypjen në më shumë se 2 muaj, është pak më shumë se 2 muaj, janë gati 3.500 punonjës, punëtor, të punësuar, me kod shkurtër, me komët gjatë, me kod plot, të cilët lidhen me projektin e koncertit dhe të eventit të Yes, Kanye West. Është një impakt shumë i rëndësishëm dhe këta janë këtu, në Tiranë. Po do jetë një strukturë e përhershme apo e përkohshme? Jo, kjo është një strukturë e përkohshme, tjetër debat edhe ky, tjetër po themi zhurmë me kot në qytet që del një hamalla, ku diun një kalimtara, një ku diun se kusha, një lavazhiera, ku diun që mund të jetë atje, ulet atje lart dhe thot, ja dhe stadiumi 60 milionë euro që shteti doja marri spitaleve dhe onkologjikut dhe doja japi për një natë një artisti që është me prapanis zez. Kupton, edhe tani kjo historia bëhet pastaj virale, merret, ripostohet. Në fakt këtë e ka thënë jo personi që bëri thjesht të xhirim, këtë e ka nxjerrë në fillim një politikan dhe kjo është e pafalshme. Kush e ka nxjerrë për ata që një politikan, më duket se zotja Asimja, dhe kudo mund të ketë një gabim në informacion, por ne duhet jemi sot shumë të kujdesshëm sepse ne jemi sot të vetëdijshëm se çfarë do të thotë që ne t'ja kërcasim kot online.
e të kërcasim kot nëpër televizione. Pra një fjalë dikujt mund të jetë e besueshme për shumë të tjerë, pa e verifikuar, ajo kthehet në një refren, ky refren bëhet një akuzë për gjithë eventin apo për një ngjarje, për një projekt, dhe kjo gjë i kushton kohë dhe energji një vendi të tërë, të cilët tani duhet, pra gjitha njerëz në një farë mënyrë janë dhe të pafajshëm në një farë mënyrë, sepse po konsumojnë, po edhe si më thënë, po janë viktime një breshërie informacioni i cili është krejtësisht i pakontrolluar. Dhe kështu që njerëzit thonë edhe e pash, portalet ndryshme, për shembull, mua më thonin, po unë e bëra ripost nga këta, po është ai që e ka nxjerr. Dakor, në rregull. Po çfarë i verifikoi unë? E ka verifikuar jo, nuk e ka verifikuar askush. Po zoti Gonxha, struktura ka kushtuar gjithsej rreth 2.2 milionë euro. 2.2 milionë. Është në vesh, nuk diskutohet, ne na godet sepse ne na duket shumë. Po këto janë gjëra që kushtojnë. Këto janë struktura që kushtojnë. Ai ka bërë privati apo edhe ku ka ndërhyrje? Jo, kudo ku ka një projekt si ky, ka një projekt, ka një inxhinierim të gjithë strukturës, dhe këto struktura janë struktura që ne i shohim sot në Imola, në Monza, në Monaco. Ka ndihmuar shteti financiarisht apo jo te kjo pjesë? Një sekond, deri këtu jo, deri në fillimin e projektit, konceptimit, pra vajtjes së projektit në kashar, pra gjithë biznes plani tyre në fillim, dhe unë këtë kam thënë dhe nuk e mohoj, ka qenë që mendohej që ata do të arrinin ta vetë financonin me anë të biletave pjesën e kostot vetëm strikt të strukturës, dhe të produksionit, dhe të skenës, dhe të gjithë shkaj që lidhej me këtë strukturë provizore në kashar. Natyrisht ne do ishim shumë të lumtur që kjo ndodhte dhe ne kemi bërë ç'mundemi që kjo të ndodhte, duke dhënë një ndihmë jashtë perimetrit të stadiumit, të themi, të gjithanshëm, nga pikpamja logjistike, mobiliteti, policia, doganat, gjithçka kemi mundur. Bashkia natyrisht ka ndihmuar shumë, duhet ta theksojmë të gjë. Pastrime, rregullime, përmirësime, infrastrukturë, zonës aty. Pastaj një pjesë e madhe është bërë edhe me një lloj filantropie dhe nga pronari i asaj më saktë jo pronari, nga zhvilluesi në kontratë me pronarët e asaj parcele, me dakordsinë e tyre natyrisht, i cili ka bërë nga ana vetë ai një ndihmë duke e para përgatitur, si më thënë, përpara se të fillonte projekti i tij zhvillimor. Dhe gjitha këto kanë ardhur në një, ke parasysh ku bashkohen gjithë planetet, dhe ne shqiptarët jemi njerëz me një energji shumë pozitive dhe me zemër shumë madhe, dhe ka ndodhur gjëra që kanë shumë zemër në këtë gjë, që gjithçka çonte drejt një parashikimi suksesi. Më pas kuptohet që situata pati një ndikim nga situata që ne as nuk e parashikonim, as nuk e dinim në janar, shkurt, mars, kur kjo, si themi, kjo bisedë zyrtarizuar, dhe ne nuk e dinim, dhe këtu theksojmë dhe këtë pjesë, që nuk ka asnjë lidhje koncerti me një lloj anti-proteste. Jo, sepse dije ishte që në janar. Koncerti është menduar përpara dhe ne si shtet duhet ta themi dhe duhet na kuptojnë dhe qytetarët dhe duhet ta respektojnë jo për ne, jo për Blendin dhe jo për Partinë Socialiste sot apo mandatin ton sot apo kush është sot në qeveri. Po shtetet kur japin fjalën, është shumë e rëndësishme që të mos ta bëjnë fjalën e tyre të pavlerë. Shteti kur jep fjalën, shteti kur angazhohet, duhet mbajë angazhimin e vet deri në fund, sepse nuk është çështja e këtij eventi. Po është çështja e reputacionit të shtetit. Shteti nuk mund të ketë nesër një këngëtar të madh që të mund besojë një shtet shqiptar, nëse ne sot i themi eja, pastaj i themi të mbështesë dhe pastaj në fund fare pasi shohim që ka një protestë, fusim kokën në rër si strusi dhe themi që vrit veten. Pra ideja është që ne duhet jemi këtu edhe kur ka kosto, edhe pse ka kosto politike, unë e kuptoj, unë kam marrë kosto politike. 50.000 pensione do mbështeteshin me 4.2 milionë euro. Kam parë kritikët, madje thonë një tjetër, që ta them të plot. Madje thonë dhe këtë që në fund ditës nuk do merrte kosto shteti, sepse është një organizim privat, do dështonte kompania, nuk do dështonte Shqipëria. Është një mendim shumë sipërfaqësor ta mendosh shtetin një subjekt abstrakt në vendin e vet, në kufit e shtetit vet, ku shteti është përgjegjës jo vetëm për marrëvajtjen e punëve që shteti bën dhe që ofron dhe shërbime publike, por shteti është marrëvajtës për të gjithë shtëpinë. Shteti është marrëvajtës për të gjithë anëtarët e shtëpisë. Nëse anëtarët e shtëpisë me punën që bëjnë dhe me aktivitetin e tyre mund të shkaktojnë gjithë shtëpisë dëme, atëherë i pari i shtëpisë, në këtë rast qeveria, ndihmon anëtarin që mund të ketë hyrë në një projekt i cili nuk çohet dot deri në fund dhe gjykon, shikon, monitoron, vlerëson dhe kur e kupton që dëmi që mund të vi në rast se ajo që ky antar, ky projekt në këtë rast mund të shkaktojë shtëpisë, është më i madh se sa si themi ajo që kreu i shtëpisë do harxhonte për ta ndihmuar pjesëtarin e familjes, që është në këtë rast ky projekt, atëherë shteti, në këtë rast i pari i shtëpisë, vendos që të investohet në këtë projekt pjesërisht
për të bërë të mundur që të garantohet të mbrojët ky projekt, sepse kështu nderohet e gjithë shtëpia. S'ka ilaçe thonë njerëz, për shembull tek reparti i tumorit. Shumë si profesor, më vjen keq për këtë gjë. Unë nuk dua. Është një kritik që edhe ju e keni hasur. Unë nuk dua që të prek asnjë lloj ndjeshmërie. Unë nuk do bëja as propagandë, se I kam dhe një pjesë shifrave në kokë se sa më shumë kemi investuar. Jo, po qëndrojnë apo jo, sepse janë kritika që edhe ju I hasni shumë. Nuk mund të jetë kështu. Nëse do e shohim, se unë kam jetuar sa vite në Gjirokastër, por nuk jam gjirokastrit. Nëse do e shohim, po themi me një këndvështrim prej, po themi një opinion shumë konservator për shpenzimin, unë do t'i vërtetoja pasi eventit mbaronte që 4.2 milion euro, ndoshta duke I hequr dhe një pjesë të taksave dhe të vështës që mbahen për shkak të gjithë blerjeve që bëhen me këto para, cilat janë prapë të shtetit, pra këtu 30% janë prapë të shtetit, dhe nëse do të donim, po themi të vinim në kandar 3 milion euro afërsisht që shteti do argjonte, do nxirrte për këtë investim, unë e quaj investim që shteti po bën, me siguri që nga të gjithë taksat dhe të ardhurat, dhe nuk po llogaris fare të vëshën, po vetëm taksat direkte, lokale dhe qendrore, nuk diskutohet minimumi, ne do kishim marrë 2 fishin, flas vetëm për taksat. Nuk po flas për xhiron, përfitimin, impaktin socioekonomik që mund të sjellë eventi dhe që është direkt në një aspekt dhe që është dhe indirekt në një aspekt tjetër që flasim pak më mbrapa. Por në aspektin, po themi, strikt të asaj që është, po themi, të futura në arkën e shtetit, vetëm nga ky event, kthim mbrapsh, nëse ne japim 3, me siguri do marrim 6 ose jo më pak se 6. Kështu që këta që janë, po themi, nuk po them kurnacët, po këta që janë pak më të shtrënguarit nga kjo gjë dhe thonë mos, këto para duhet të kishim blerë me njëherë disa pajisje diku tjetër. Ju them që për punë ditësh do kenë jo aq para, po 2 fishin e tyre për të blerë ato pajisjet që ata mendojnë se duhet blejmë ke spitali onkologjik apo tek spitali ku duhen qendra mjekësore apo ke urgjenca apo ke trauma. Pra këtu jemi duke folur për një investim I cili dhe mora vetëm taksat, I cili do të sjellë më shumë arkë të shtetit në punë ditësh. Pra kjo është një gjë që duhet ta kuptojmë që I pari shtëpisë në këtë rast qeveria ka përgjegjësinë edhe për të parë pak më larg sa pragu derës, edhe për të gjetur më shumë të ardhura dhe për të futur ato në ekonominë e shtëpisë, që është ekonomia e shtetit tonë, edhe kjo gjë pastaj sjell një efekt zinxhir, e këtu kemi të bëjmë me njerëz të cilët po themi 75% e sipër, duhet jenë diku tek 78% në këtë moment që flasim, të atyre që kanë bërë bilet janë shtetas të huaj, pavarësisht se mund të jenë shqiptar me pasaportë huaj, po janë shtetas huaj. Pra nuk ka të bëjë me mos shitjen e biletave, sepse kanë parë lajme në media që qeveria po e mbështet sepse nuk po shiteshin bileta mjaftueshme. Ka të bëjë me të gjitha elementet. Unë nuk fsheh asgjë. Pra nuk kam se mbuloj asgjë, se s'kam se të kem asnjë kompleks. Nëse ne do kishim një sold out të këtij eventi nga fillimi sa më parë, nuk diskutohet që do kishte një buxhet shumë më të madh promotori ose 2 promotorët, njëri është gjerman dhe njëri është shqiptar, do kishin një buxhet shumë më të madh, do kishin më pak nevojë për ndihmë. Megjithëse kostoja e këtij eventi e theksoj, ishte relativisht e lartë për shkak se ne nuk kishim mundësi ta bënim te Air Albania. Por nga ana tjetër, ndryrja jonë ishte jo vetëm për të plotësuar, si më thën, mungesën financiare, po ishte në radhë parë për të mos lejuar që të kishim një dëm që do ishte një imazh, që do ishte një turpërim, një zhgënjim për vendin tonë, dhe nga ana tjetër mendoni sa hotele, sa shtëpi, sa apartamente, sa qera, sa konsum, rezervime, lëvizje, transport, po themi, ku diun, restorante, pra gjithçka, gastronomia, gjithë suvenire e tjerë, gjithë ta do ndikoheshin nga një mungesë e ardhjes së këtyre njerëzve, ndërkohë vetë ata njerëz do kishin një problem sepse një pjesë e mirë e rezervimeve dhe pagesave të tyre do ishte shumë problematike të kthehej, edhe nga hotelet, po edhe nga bizneset e ndryshme shqiptare. Pra këtej do dëmtonim shqiptarët, andej do dëmtonim dhe ata që do duhet ta kujtonin Tiranën, mbas se s'kishin ardhur ndonjëherë, do i ngeleshte një përshtypje shumë e keqe nga ky rast. Nga ana tjetër ne kishim shqiptarët vetë, të cilët kjo është pjesa jonë kryesore, për cilët ne punojmë dhe jemi në këtë detyrë, që është qeverisja e vendit tonë, do kishim mbi 15.000 shqiptarë të cilët vendas, të cilët kanë pre bilet, të cilët kanë pas dhe ata të drejtën e tyre që mos kishin një zhgënjim në këtë rast. Edhe pse ka pasur raste që ai ka pasur anullime, edhe pse ndodhen protestat, po edhe pse po themi ky ishte një event që ndoshta promotorët nuk e përllogaritën mirë. Këta 12.000, 13.000, 14.000 veta kanë të drejtën. Zotë Berisha thotë që po jepni bileta falas.
dalim dhe ke kjo, këta të parët kanë të drejtë. Po mos kanë një të japësh bileta falas. Domethënë ne duhet i mbrojmë edhe ata të parë. Tani pse? Nuk është vetëm fjala për të, si më thëmë, për mos shkuar dëm bileta e tyre. Po është një gjë e cila ka të bëjë me një brez, ka të bëjë me njerëz, ka të bëjë me shije, ka të bëjë me. Dakor, se duat që ta kalojmë këtë. Ka të bëjë me nevojë, ka të bëjë me. Ndalim pak edhe bileta, se kemi çështje tjera që duat të flasim bashkë. Po edhe krenaria që unë e pash dhe u bë je në Tiranë. Pra, unë isha në event në Tiranë. Unë në qytetin tim në Tiranë kam evente të këtij niveli. Edhe në Tiranë ka evente të këtij niveli. Unë shkova dhe e nxora në gjithë rrethet e mia që isha në një event të këtij niveli. Domethënë është e jashtëzakonshme ajo që do bënin edhe 15.000 shqiptarët nëse ky event do ndodhte. Kështu ne duhet të shohim të gjitha këto, ne nuk duhet të rënojmë promotorët dhe jo çdo gjë natyrisht shteti mund të jetë atje. Po ne kemi një kulturë që nuk ka qenë e drejtë, ka qenë e gabuar për çështjen e eventeve, ku ne kemi pasur shpesh, dalim ke biletat që më the, kemi pasur shpesh. Është një kritik nga opozita. Tentacionin. Zoti Berisha ju ka akuzuar direkt. Këtu ka pasur dhe një nga betejat, si vetëm një nga sfidat e këtij eventi është që ne bashkë me eventin duhet luftojmë së bashku, flas edhe me tregun dhe me promotorët dhe me bashkinë e tjerë, po luftonim edhe një nga fenomenet më negative, që është një kulturë e gabuar e jone sa i takon biletës. Këtu shumë kryetar bashkish, këtu shumë qeveritar, këtu shumë promotor, këtu shumë nismëtar e tjerë, bëjnë evente në radhë parë për të dukur, se sa për të pasur një ekonomi të eventeve. Dhe kjo ka çuar shpesh në bërjen e fotografive të bukura, mbushjen e shesheve, por eventi ka qenë vetëm me 1/3, 1/5, 1/6 e biletave të shitura. Janë hapur dyert dhe njerëzit janë mësuar me këtë fakt. Dhe njerëzit mendojnë, nuk e respektojnë shpesh punën, nuk e respektojnë koston e vërtet që kanë këto ente dhe këta promotorë për ta bërë. Dhe ne kemi promotorë që shpesh janë grop, të cilët janë me borxhe, të cilët janë keq, të cilët nuk mund të ripromovojnë një event tjetër sa afërmi. Dhe kjo gjë që ne i kemi bërë tregut për shkak të kësaj kulture që normal që na mungon, nuk kemi mësuar që të paguajmë. Populli prapë thotë se ju kthyen popullit që nuk ka verë të mirë me tre aspër. Dhe eventet e mira kanë kosto të lartë. Kosto e lartë do bilet. Bileta nuk është vetëm çështje s'kam lek, kam lek. Bileta është respekt. Sepse kjo këtu është një industri. Dhe ne nuk mund të konsumojmë dot natyrisht shteti ka momente kur ka mundësi me promotor, sponsorizime e tjerë, të përballojë nimojë e tjerë që të ketë dhe evente free. Natyrisht që ka evente që mund të jenë që Ennio Morricone në shesh do ishte free, se ne nuk diskutohet që e bën për nder të gjithë Europës. Pra ka momente plot që ne mund të kemi dhe argëtim pa pagesë. Por ama kultura e eventeve me pagesë duhet që të ekzistojë dhe duhet. Pra nuk qëndron ky pretendim i zotit Berisha. Tani neve natyrisht që eventi nuk diskutohet që do ketë edhe ftesa. Një pjesë. Nuk ka në asnjë lloj forme një ndarje as partijake jo, po as si më thon ovarda nga pikpamja që janë hedhur biletat në një kuti atje në një cep dhe po i hedhin si kapedani nga shkallët e ministrisë po ja falin njerëzve që të mbushin stadiumin. Ka pasur një politik që është pjesë edhe e marrëveshjes që ne kemi për shkak të bashkëfinancimit që ne po bëjmë, që për biletat të cilat do të jenë të disponueshme për shtetin, të shikohet mundësia që të kemi një shpërndarje të një sasie tek student që mund të jenë sipas Ministrisë së Arsimit të ekselencës apo tek nxënës cilët janë të programeve të caktuara, cilët janë me rezultate të larta, ka plot nivele të ndryshme sociale dhe edukative, të cilët me një lloj meritokracie, as socialist as demokrat, as kushdo qoftë, as një lloj lidhje me forume partijake, as një lloj lidhje me partira dhe me, si më thënë, temi drejtues politike të tjerë. Duhet ja u them që unë kam bërçmos, kam ndarë dhe në lajme, sepse kam thënë në 2-3 forume shpesh, edhe në fakt e kam thënë me merak se e dija që tu të kthehet bumerang çdo gjë, e kam thënë me merak që ndihma më e mirë, doni ta ndihmoni eventin, po, blini bileta. Jeni me eventin, blini bileta. Doni që ta motivoni ekipin tuaj. Keni thënë edhe qeveria ka dalë lajmi apo jo? E kam thënë në shumë vende. Doni ta ndihmoni se shumë veta dhe nuk kanë dhe kohë, agenda shumë e ngjeshur, nuk kanë kohë ta kuptojnë që kush nuk do jetë në atë stadium nesër, do pendohet në kuptimin po flasim brenda një suaze artistike të fjalës, do pendohet për tërë jetën që nuk ka qenë, nëse ka qenë në Tiranë dhe nëse ka pasur mundësi dhe nuk ka pas asnjë pengesë ekonomike që të jetë. Në rast se është fjala se po themi një biletë e këtij eventi, e cila është një biletë jo e lirë. 200 euro mos gabojmë ka?
varet se ka filluar nga 120 dhe ka shkuar deri në nivelet më të larta, ka pasur dhe plot bonuse promocionale, ka pasur dhe ulje deri 30%, pra mund të ketë pasur bilet edhe 85 euro. Ka akoma për ata që na ndjekin? Ka akoma, sepse ne presim që të kemi edhe sot goxha shitje, dhe ka akoma dhe kur them ne tani se ne jemi pjesë e këtij projekti. U përfshi. Dhe ky po themi bashkëfinancim bëri që ne të kishim dhe një të drejtë që të mund të koordinonim në mënyrë ndërinstitucionale që po ka kategori shtresa sociale, pra e thash edhe një herë, për shembull fëmijë natyrisht në moshën e duhur të familjeve të policëve të vrarë në detyrë, apo fëmijë të familjeve që janë në programe sociale nga bashkitë në moshën e duhur, apo po themi qytetar të vendit tonë të cilët kanë kanë një regjistrim diku në një prej organizata shoqata e tjerë, të cilët ne mund t'i listonim dhe mund t'i shërbenim me disa bileta, po themi, të cilat mund të shkonin tek një target group specifik, i cili në radhë parë do të ishte meritokratik dhe, si më thënë, i pamundur të kaluar një element tjetër, se unë dalëm gjatë, po me të drejtë, sepse është qendër e debatit, sidomos me angazhimin edhe financiar që po bën shteti shqiptar. Kalojmë pak, zoti Gonxhe, te kjo, po kalojmë te një aspekt tjetër i ministrisë tuaj, kultura. Kam folur me disa artistë dhe thonë, sikur na jepte 4 milion euro ministria, do ishim shumë herë më mirë se ç'kemi qenë. Si është raporti me kulturën dhe me artistët? Ky shpenzim e lexova një letër të hapur, tani është bërë kohë e vështirë, tani domethënë edhe komunikimit për cilin qahemi aq shumë që se kemi, me erdhën disa veta dje para ministrisë, unë nuk isha atje, nga një grup i skenës pavarur, me sa thanë ata, i tha stafit tim, i thoni, dolëm poshtë dhe thuajni që nëse doni, unë kthehem për gjysmore, më prisni, mblidhemi brenda, ulemi brenda, si është edhe diell, edhe flasim se çfarë keni. Sa i thanë kështu, ikën të gjithë. Dhe a nuk e di, a kanë shkuar në një kafe apo po ikën nga sheshi para ministrisë. Pra në një farë mënyrë ne jemi në një fazë që, si më thënë, që ne i largohemi njëri tjetrit. Domethënë jemi në këtë fazën që jo, nuk do e flasim. Tani, nëse je duke protestuar dhe do diçka nga ne duhet së pari të kuptojmë se çfarë do, si mund ta zgjidhim ne. Ne të dorëhequr nuk flasim dot me ju, se s'kemi se s'mund të ekzistojmë tavolinë. Domethënë, nuk mund të ketë dot një nëse protestojmë para institucioneve, nuk mund të imagjinojmë ato sikur janë bosh. Do duhet se s'bën ta kuptojmë që ky hap i parë duhet të jetë se s'bën që ne të komunikojmë me institucionet. Se unë ndoshta kam se çfarë të sqaroj dhe t'u them se si është puna. Ky fond nuk është fare fond që lidhet me programin buxhetor të artit, kulturës apo sportit. Ky është programi buxhetor i turizmit që u financua nga fondi rezerv i qeverisë shqiptare. Pra, qeveria shqiptare mori ca para, i çoi ke programi buxhetor i turizmit i ministrisë, që unë drejtoj, pra jo i artit, kulturës dhe sportit, dhe nuk ka lidhje fare me programin buxhetor në fjalë, nuk është prekur, nuk është marrë, nuk është shtuar, nuk është paksuar asgjë tek programi buxhetor në fjalë, dhe ky fond shkoi për këtë qëllim, po themi. Tani, e para një këtu, pra arsyeja kryesore këtu nuk është arti. Kjo nuk është që ne po ndihmojmë artistin filan. Po. Këtu është, e thash edhe një herë, një ngjarje e përmasave ndërkombëtare me pasoja të mëdha në ekonominë e qytetit dhe të vendit, imazhe të tjera dhe një efekt shumë negativ do ishte në promocionin që ne po investohemi të bëjmë. Kur ne japim 2-3 milionë euro për të qenë host country në Berlin, në ITB Berlin, për 2 ditë e gjysmë, unë nuk kam parë në një grevë në Tiranë që pse paguajmë ne 3 milionë euro po themi për të qenë në Berlin. Ne do jemi në Berlin në ITB sepse është para një ministri ndërkombëtar i turizmit. Dhe ne harxojmë për 3 ditë aq para, sa aq janë tarifat, aq janë kostot, siç kundër dhe për koncertin në fjalë, të gjitha kostot e shkallëve, stendave, stadiumit, pajisjeve, ato janë, tregu është ai. Pra vërdalloset midis tyre eventeve që janë që unë përmenda, Formula 1, gara, sporte, hipizëm, koncerte, evente e tjerë, dhe ato janë, pra tregu është aty. I gjithë tregu mund studiohet dhe mund të analizohet, nuk ka asgjë që të jetë një hata apo herezi. Pra këtu është fjale që ashtu si kundër na kushton ne të bëjmë reklam Shqipërisë 3 milionë euro në Berlin, që kërka herezi që ne të hedhim 3 milionë euro në Tiranë që të na vinë potencialisht 60.000 spektatorë, cilët potencialisht gjysma mund të jenë tuaj apo edhe më shumë, të cilët është shumë më tepër se ç'kemi takuar dhe parë në Berlin, shumë më tepër se çdo me thënë ti takosh njerëzit jashtë shtetit, pra këtu i takon brenda shtetit, i ke shëtitur dhe në qytetin tënd, i ke marrë dhe parat për të fjetur dhe për të ngrënë dhe për të shëtitur e për të lëvizur e për të blerë e për të bërë, e për të pirë e për të arktuar e tjerë, mbase kanë bërë ca rezervime dhe ka plot që më thonë ne jemi 2 ditë në jug përpara ose ne pas eventit jemi edhe 3 ditë në jug mbrapa, dhe nëse ata arrin 3-4-5 ditë
Dhe nëse ne do kishim mesatare për 1.000 euro për konsumin, se me çmimet e sot me kosto to janë, ne do kishim 25.000 huaj me 1.000 euro, ne do kishim 25 milion euro. Tani ne si t'ja bëjmë? Nuk është e gabuar që unë të çoja dëm dhe unë të isha indiferent dhe t'i thoja qeverisë time që jo, unë kam shqetësim nga një protestë e mundshme që mund të kem para ministrisë dhe unë nuk e propozoj aktin normativ sepse më mirë të jem rehat se sa të bëj një gjest kaq të guximshëm, edhe kush rimeret tani me këta, dhe neve jemi më mirë rehat, ata le të falimentojnë, ata le të thyen qafën. Këtu e rëndësishme është që ne jemi patriot për atë që ne se kuptojmë, dhe pastaj për pjesën që duhet ta kuptojmë neve jemi si me thënë armik, kupton me këtë gjën. Tani, kjo pjesë është një gjë që unë kam marrë përgjegjësi, jo vetëm para qytetarëve që më kanë votuar, jo vetëm për besimin që më është dhënë, jo vetëm që është nder për mua dhe privilegj për detyra që bëj, po kjo është një gjë që është në sfidën time të jetës. Unë jam pjesë shumë e hershme e realitetit dhe miqëslisit të vendit tim, edhe unë i di dhe jam edhe fajtor për eksperiencën e madhe që kam, kështu që unë nuk mund t'i iki dot përgjegjësisë time dhe unë do t'i them kryeministit tim që këtu ka arsye të forta që ne të shohim mundësinë ta financojmë pjesën e duhur që është e nevojshme që ky aktivitet jetë i suksesshëm. Po dalim pak te kjo që unë sapo thash është një hiç gjë, ja po ja them këtu, në krahasim me atë që ne do përfitojmë në mënyrë direkte, njerëzit, ekonomia, biznes, subjekt, dhe në mënyrë indirekte janë edhe shumë më tepër se aq para sa përmendëm. Protesta, se përmendet pak, po nga protesta e vogël para dyerve të ministrisë, dalin të protesta e madhe para dyerve të kryeministrisë. Ka ndryshuar diçka në Partinë Socialiste, në Këshillin e Ministrave, kjo protest apo jo? Qoftë edhe në mënyrën që në të bërit politik. Unë shikoj që shumë deputet, ju keni qenë aktiv edhe më herët, por shumë deputet që njerëzit nuk i njihnin emrat, kanë filluar dalin dhe flasin në media, pra kuptuan që nga 83 mandate që ka Partia Socialiste, ka njerëz që dinë të flasin, dinë marrin pjesë në debate. Pra e ka dhënë efektin e parë, nuk po flas për të tjerat. Po ju si e shikoni protestën? Unë e shikoj në këtë sens natyrisht vetëm pozitive, sepse ne të gjithë servisim muskujt tan, ata po servisin muskulin e institucionit protestës, që natyrisht kam shumë respekt, edhe pse duhet ta dinë shumë nga ata që ka protesta, në kuptimin që ka themi beteja, dhe kur betejat janë legjitime, ka risje, ne kemi rrezikuar jetën, familjet, gjithçka. Flasim në thejgjashtë. Në çdo kuptim, dhe ka qenë, si me thënë, të luaj me jetën, që të protestojnë në vitet e protestave që unë kam drejtuar, apo ku kam marrë pjesë aktivisht. Sot kemi fatin që kemi një vend që është shumë i lirë, shumë demokratik, dhe kemi një standard krejt tjetër të drejtës themelore, të shprehjes e tjera, kështu që brezat që janë në këtë protestë, njerëzit që janë në protestë, qytetarët natyrisht kanë fatin e madh që të jenë krejtësisht të sigurt nga kjo anë. Këta kur dalin në protestë, dalin me qef, në kuptimin që nuk kanë asnjë lloj gjë që t'i rrezikojë, natyrisht që ajo që ata bëjnë kundrejt institucionit protestës është pozitive. Ata stërvisin muskulin e një institucioni që ka rëndësi themelore për vendin dhe për shoqërinë, që është patjetër kur je indinjuar për diçka, patjetër kur ke një pritshmëri të lartë, kur ke një kërkesë legjitime për të pasur një vend më të mirë, një jetë më të mirë, nuk diskutohet që duhet ta thuash tënden. Nga kjo përpamje, po nga ana jon, unë vlerësoj këtë që ju po thoni, që edhe neve na ka bërë mirë, edhe na ka kthyer në realitet mbase, si më thënë, në mënyrë pak më themi direkte, të shpejt, për disa që mund ta kenë, si më thënë, më të nevojshme. E ka ulur më me këmbë në tokë, më duket mua. Për disa, se ka shumë nivele, duke qenë një majorancë kaq e madhe, duke pasur gjithë pushtetin, në kuptimin e asaj qytetarët kanë vendosur, sovrani ka vendosur të na besojë, është e vështirë, se s'ka alibi, s'ka asnjë lloj justifikimi, nuk ka asnjë lloj argumenti kur vjen puna tek ajo që ata të kanë besuar gjithçka, kështu që nuk diskutohet që ne luftojmë edhe ndaj sfidave që kemi në punë, por ne luftojmë edhe ndaj çdo fenomeni që vjen nga një lloj nginje që mund krijohet, nga një lloj
marrje e mirëqen e pushtetit që mund krijohet, nga një lloj vetë sigurie që mund krijohet, që fillon dhe e merr sikur është një gjë që të përket, dhe nuk është një gjë që, dhe kështu që nuk diskutohet që mes nesh ka lloj karakterë dhe personazhe. Si e ka pritur zoti Rama? Me dua ndonjë kuriozitet. Si ka pritur këtë protesta, them, përtej kamerës? Ka qenë i shqetësuar në një moment? Unë them që ka menduar largimin? Nuk them në një sekret, në rast se do thoya që nëse ka një person, aty ka shumë persona që kanë këtë lloj force, instikti dhe themi nervi që e ka kryeministri, që edhe po t'ishte koha më e artë, një paqe e një bollëku, ai prap do ishte njeriu më i shqetësuar, është detyra që e bën, pa ai do ishte protestuesi më i, po themi, nëse do kishte mundësi ta vinim në protestë, ai do ishte për mua protestuesi number 1, sepse ai është protestuesi numër 1 në gjithë ditët e punëve tona, në çdo darkë, mbasdite, sabah, sepse është i paduruar që punët bëhen, është i interesuar gjithkohon për gjithçka që nuk shkon mirë, nuk diskutohet se është kryeministri i vendit, është në vetë të parë me çdo ngjarje, situatë, pakënaqësi, mesazh, ankesë, fletrufe, etj, gjithçka njerëzit i çojnë sot kryeministrit, dhe ai e di shumë mirë që rreziku numër 1 do kishte qenë pikërisht kjo, pra një majorancë kaq e madhe dhe një, po themi, rrezik që mund të na vinte për shkak të një, themi, mungese të një arsye tjetër përveç nesh për në një mos marrëvajtje në vendin tonë. Kështu që nuk diskutohet që ai ka qenë, mos themi përgatitur, ai është gjithmonë i përgatitur. Dhe ne edhe paralajmërimin mes nesh e bëjmë shpesh, domethënë që është kjo, është ajo, kujdes kjo, po vjen kjo, është kjo, natyrisht që ne punojmë edhe në avans, nuk diskutohet që ne punojmë edhe që t'i dalim para gjërave. Tani në këtë moment që jemi, duhet ta themi që ky nuk është një moment i lehtë, sepse ky është një moment që është i pabarabartë, ky është një moment që nuk luhet me të njëjtat armë, nuk i kemi të certifikuar armët në të njëjtin drejtori standardesh, nuk po jemi korrekt me njëri tjetrin, në kuptimin që ne duhet luajmë me armë, si më thënë, që janë të lishme, që janë themi politike, ndoshta, që janë të lejuara në kuptimin që argumenti, sqarimi, pra një lloj themi promovimit punës sonë, që është fushatat që ne bëjmë, që është gjithë informacioni që ne duhet prodhojmë, qoftë ai i ekzekutivit, qoftë ai në nivel vendor, por qoftë ai në nivel partijak, por ne nuk mund të luftojmë me armë të cilat janë, si më thënë, të palishme, të palejueshme. Ndërkohë që pala tjetër ndaj nesh për të na bërë rezil nga mëngjesit deri në darkë. 1, se kjo është strategjia 1 natyrisht për të na bërë cop në kuptimin e imazhit. Madje disa e luajtur edhe me vezë. Dhe 2, kjo pastaj, okay, për të na bërë cop në kuptimin edhe figurativ fjalës, edhe në kuptimin fizik fjalës, okay, po për të na bërë pastaj e dyta, dhe kjo është më e rëndësishme për mua, kjo është kostoja më e madhe, që është vendosja jonë në një pozitë që ne të mund të shpenzojmë gjysmën e kohës sonë efektive të punës, sepse instinktivisht dhe është, si më thënë, legjitime dhe nga ana jonë, dhe përveç sa është dhe detyrim dhe nga ana jonë, që duhet të hedhim poshtë baltën që ne marrim. Dhe kjo nuk është vetëm për ne si persona apo për forcën tonë, as për ata që na kanë votuar thjesht, por është për një interes shumë të madh. Pra kjo është për një, sipas nesh, ne mendojmë që ne këtu përfaqësojmë jo vetëm aspiratët e Partisë Socialiste dhe tonat, po përfaqësojmë aspiratët e një vendi të tërë. Dhe kur ti ke një agjendë që është shumë e rëndësishme, që ka të bëjë me hyrjen në Bashkimin Evropian, tregun unik, është një nesërme që është tek dera, dhe është një derë e cila është aty për t'u hapur, për t'u bërë pjesë shumë prej kanaleve të financimeve, projekteve, fondeve. Pra është një e nesërme shumë afër, është aty jashtë, ne po punojmë që ta hapim atë derë. Por kam një pyetje. Dhe në këtë moment ti nuk mund të jesh dot vetëm përgjegjës për thjesht se do heqësh baltën tënde. Po këtu në këtë moment ti duhet se s'bën të çirosh duart, çirosh kohën, agjendën tënde që të punosh për këtë objektiv. Dhe kjo gjë është për mendimin tim, themi, arma strategjike më e rëndë dhe më, si më thënë, e gabuar, më e dëmshme që pala tjetër përdor me ne. Nga ana tjetër ne nuk kemi një amortizues, ne nuk kemi një opozit. Se kudo në demokraci, në një sistem, opozitën e kemi, po. Në një sistem që funksionon dhe në një sistem i cili ka gjithë spektrin e vet, themi, në rregull, do kishim shumë herë më tepër normalitet, nëse do kishim një opozit, të themi,
siç duhet, se s'dua të them fjalën i Mirë, se opozita tani po, nuk mund të sillet si çdo maggjoranca, që të jemi korrekt. Nuk them për këtë gjë. Them që kur humb legjitimitetin opozita, kur humb besueshmërinë opozita, kur opozita nuk është aty si një shpresë për vendin, problemi më i madh i shpresës lidhet, kjo është e kanë studiuar shumë njerëz, nuk lidhet me qeverisjen, po lidhet me opozitën, sepse njeriu do që të ketë garancinë që pse kemi ne, pse gjithë njerëzit do bënin çfarë donin, pse rrim ne dhe sillemi në mënyrë si themi korrekte në jetë, sepse ne kemi ligjin. Ne në përndryshe do bënim çana teket. Pra, ne duhet kishim gjithmonë një pasqyrë e cila duhet ishte gjithmonë aty, si një, po themi, shpat Demokleu, e cila është aty, në rast se ti gabon, do thotë që maggjoranca të gabojë edhe pse opozita ndoshta nuk është në lartësim. Jo, e kanë fjalën që duke mos qenë opozita, vendi në përgjithësi një pjesë e qytetarëve të cilët kanë pretendime të cilat nuk artikulohen dot, nuk përkthehen dot në një aksion politik për shkak se s'kan prej vitesh një opozitë që të jetë, po e them, e denjë për ta, atëherë duke mos qenë dot opozita aty, ata dalin kundër gjithë sistemit, sepse nuk kanë mundësi të shprehen përmes sistemit. Dhe duke dalë kundër gjithë sistemit, është shumë e vështirë dhe për ata që janë brenda sistemit, që unë mendoj se në gjithë jemi në gjykimin e gjithë qytetarëve dhe sovranit, por dhe ata që mendojnë se janë duke luajtur sipas rregullave që ky sistem ka, dhe që kanë të gjithë të drejtën për të qenë në pozicionin që janë, se janë të votuar, e kanë të vështirë që të mbrohen karshi një palë e cila është krejtësisht jashtë murit të këtij sistemi, sepse nuk ka përcjellje mes opozitës që duhet kishim ne përballë, dhe kjo palë vjen dhe godet dhe legjitimon gabimisht dhe shkatron, si më thënë sipas tyre, të gjithë infrastrukturën edhe të shtetit, pse jo, në rast se ata shkojnë kundër një sistemi, se këtu kundër sistemit ne shkojmë, po ku shkojmë? Kundër sistemit i cili ka të bëjë me ekonominë e tregut, kundër një sistemi i cili ka të bëjë me zgjedhjet çdo 4 vjet, kundër një sistemi i cili ka të bëjë me institucionet, po institucionet e pavarura. Pra dorëheqja nuk është menduar ndonjëherë zoti Gonxha apo jo? Jo, unë nuk e them dot se kjo është një pyetje krejt tjetër, po them këtë gjë që shpeshherë dëshpërimi dhe ekstremizmi dhe themi vetgjyqësia që shikohet edhe gjithmonë në rast se kjo nuk është e planifikuar, në rast se kjo nuk është e induktuar, në rast se kjo nuk është e qëllimisht e vendosur bashkë me protestat. E keni marrë një reagim nga ambasada ruse? E duaj një komente për këtë. E para njerë të thuash nga Rusia, apo të thuash nga rusët, apo të thuash ambasada, reagoi për një deklaratë tuaj. Duhet ta kuptojnë që nuk është ndryshe nga, si më themi, prova që kanë të bëjnë direkt me i qëndroni asaj deklarate që ka patur involgim të palës ruse? Nga të dhënat që besoj do janë shumë shpejt edhe më publike, rezulton që ka shumë prapasken që lidhet me faktor që lidhen me Rusin. Kur them të gjë, unë nuk e them dot që është institucioni filan apo shteti apo themi administratë. Informacioni i kenë, ose janë të klasifikuar apo. Natyrisht që nëse ne dimë që vinë nga Irani, një pjesë e mirë dhe ne kemi qenë dhe i kemi ndarë të gjitha me publikun, dhe nëse ne dimë që vinë dhe nga një shtet tjetër, pra po ka një prapasken shumë fort lindore, e cila është natyrisht kuptohet, kur themi lindore, është për atë pjesë që sot nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, që sot nuk është pjesë e partnerëve strategjik dhe shteteve që janë, themi, në partneritet me Shqipërinë, dhe kuptohet që këtu duhet mos kenë asnjë lloj problemi ata që e dëgjojnë fjalën ruse, se rusët mund të jenë edhe në Rusi, po mund të jenë kudo, mund të jenë elemente të cilët janë. Si u ndjet kur pa tregimin e ambasadës? Asgjë, po shkret normale, nuk ka asgjë, unë jam përgjegjës për ato që them, atë që kam thënë unë. Pra i keni të bazuar aty. E ka deklaruar kryetari i grupit parlamentar të partisë ku unë jam pjesë, unë jam një prej anëtarëve të grupit parlamentar, dhe kur kryetari i grupit parlamentar bën një deklaratë të tillë, nuk diskutohet që ka një arsye sepse kjo deklaratë është bërë. Edhe ne jemi pjesë e një force politike dhe ne e dimë se çfarë themi. Tani kjo nuk do me thënë që ne duhet jemi natyrisht kujdesshëm, sepse nuk duhet edhe në pozicionet që kemi që dhe prandaj shumë shpejt do ketë një komunikim i cili do të jetë edhe më i detajuar në lidhje me atë që po ndodh. Është numri i ushtarëve robotik virtual, numri i profileve falso, ushtria digjitale që po bën luftën hibride në eterin e botës digjitale, është aty. Ata tashmë kanë kaluar në nivel tjetër, po shkojnë gjoja në emër të
bashkëpunëtorëve të qeverisë, godasin në review dhe në gjithë. E dua një koment për këtë të biznesit. Godasin në review bizneset. Edhe kjo është e faktuar që nuk janë njerëz, por janë është e faktuar ushtri e errët virtuale si aty, apo janë protestues, ose klientë të pakënaqur me biznesin. Kjo luftë funksionon me ka një alkimi që duhet të ketë një sasi, një mas kritike që është themi e stisur, e sajuar, që është pra jo profilet vërteta, pra një mas kritike njerëzish që reagojnë dhe komentojnë dhe që bëjnë veprime në rrjetet sociale, të cilët janë natyrisht të fabrikuar dhe janë pjesë e një plani strategjik që ne mendojmë që vjen dhe ka një prapasken nga vende të huaja që kanë interesat, si më thënë, të ndryshme nga ato që ka interesa Shqipëria. Dhe pjesa tjetër është pastaj pjesa e atyre që unë përmenda që parë që ajo ka marrë mendje shejtani, apo ka pjesë tjetër e cila është e ndikueshme, ku shikon që ka një numër të madh, dhe pastaj ka dhe përputhje agjendash, ka momente që e thash dëshpërimi, humbja shpresës, dhe tani çfarë punon strategjia? Strategjia punon që të gdhihesh i pa shpresë. Kjo është e gjitha, e thënë në pak fjalë. Është të dalësh në punë, në rrugë, në jetë, aq më keq nëse je i pa punë, të dalësh me mendimin që ti jeton në një vend i bret, në vendi jote që mbaruar. Ti je lindur në vendin e gabuar. Ky është një vend që nuk ofron për ty asnjë kusht, asnjë standard. Ky është një vend që është krejtësisht grop. Dhe kjo gjë të bën që ti dalësh me një motivim mëngjesor, negativ, shumë të keq, toksik ndaj çdo gjë që ti shikon në vendin tënd. Shto këtu problemet që janë në jetën tona, që të gjithë ne kemi probleme në përditshmërinë tonë. A ka një ministër probleme? Të gjithë mendoj që ministrat ose pushtetarë nuk kanë probleme, jetojnë shumë mirë. Një ministër që cilat janë problemet e një ministri? Ato që mund thuan që është me aq shumë njerëz, që unë jam dhe drejtues politik në një zonë caktuar në kryeqytet dhe ne nuk diskutohet që sfidat janë shumë të mëdha, infrastrukturore, ka probleme të mungesave të ndonjëherë dhe të themi furnizimeve jetike që mund të kenë bëjmë me ujin, që mund të kenë bëjmë me probleme ndryshme në përlagje, nuk diskutohet. Po ne jemi njerëz. Po personale, zoti Gonxha, më jepni edhe një koment personale. Keni nuk po them probleme, po them çështje të cilat ju bezdisin edhe familjarisht, pra që vijnë nga jashtë brenda. Pra, nuk e di mungesa e kohës ose jo, mungesa natyrisht problemi më i madh për mua natyrisht. Ose mungesa tjera, nuk e di. Është që kam ja 4 muaj për shumë së fundi që nuk kam takuar dot djalin tim të madh që jeton në Tiranë, që kam kohë që nuk kam kohë të kem një moment të qetë, po kjo është një gjë që vjen. Po është vërtet kaq intensive politika në Shqipëri ose të qenurit se nga jashtë duket se u ke kohë për të bërë gjithçka, jeton shumë mirë. Po sapo ja u thash që jemi prej pak muajsh tashmë u bë kohë që jemi prej një situate e cila në radhë të parë të baltos padrejtisht, në radhë të dytë të merr gjysmën e kohës. Dhe kjo gjë tenton të marrë gjysmën e kohës. Dhe kuptohet që do të zëvendësosh volumin e kohës që do humbësh në atë që është detyra jote që të shpjegohesh dhe të punosh, të sqarosh opinionin, se ka shumë rëndësi. Nuk e mbarova punën e shpresës, por puna e shpresës është një gjë që të godet përtej politikës sotme, përtej spektrit sotëm, përtej zgjedhjeve që vinë vitin e ardhshëm. Është një gjë që godet gjithë psikën e vendit. Për mua, ajo që ka ndodhur me review-t e bizneseve, unë nuk do egzageroja, po thoya që është një, si më thënë, janë elemente të krimeve kundër, nuk po e them kundër njerëzimit, po të krimeve kundër shoqërisë, të krimeve kundër interesave kombëtare, të krimeve kundër interesave strategjike të Shqipërisë për anëtarësinë në Bashkimin Evropian, që është për ne jo vetëm aspirat, po është një ëndër që ne duhet ta kishim arritur. Ne mendojmë që kemi bërë gjithë atyre shtëpisë për 2 vjet këtë ëndër ta bëjmë realitet. Dhe kjo gjë është përkon, jo rastisht, me këto momente kyçe në historinë e vendit tonë, kur ne jemi sot të njohur botërisht për mirë, ne jemi sot në momentin më të mirë tonë ekonomik, ne jemi sot në momentin më të mirë tonë të deficitit tonë publik, ne jemi në momentin më të mira të konvergjencës tonë ligjore dhe të, si më thënë, të përafrimit, nuk mund të them dot që ne jemi akoma një shtet, po themi njësoj si shteti i Bashkimit Evropian, po mund të shkojmë në Bullgari për 2 javë dhe të shohim që kanë probleme infrastrukture plot, mund të shohim që tek ne e merr patentën për 30 minuta nëse e rinovon. Në Bullgari do nja 15 ditë se s'kan as shërbim digjital, dhe është vendi i Bashkimit Evropian. Në komisariatet e shtetit grek, shtetit fqinj,
po të kesh situata të ankesave të gjërave, trajtohesh më keq se në komisariatet tona ndonjëherë, vonohesh më shumë, kanë plot institucione që janë cop-cop dhe janë vendet Bashkimit Evropian. Pse kjo? Se këto shtete kanë hyrë në Bashkimin Evropian jo me kriteret që po hyn Shqipëria. Ne po hymë në Bashkimin Evropian, ne po hymë me stekën, ne po hymë me stek rekordi botror ose europian po themi tani. Dhe një metodologji ndërkohë që këta kanë hyrë me kushte krejtësi shumë herë më tolerante dhe kjo gjë e bën që neve në këtë moment të dyshojmë fort që janë bashkuar bashkë shejtani, domethënë një plan dhe një strategji anti-shqiptare për ta destabilizuar Shqipërinë, se kush është situata më e rëndë në një vend? Mos kesh shpresë dhe mos kesh stabilitet. Nëse këto të dyja i cënon dhe i dërmon, atëherë çfarë i mbetet shtetit dhe çfarë i mbetet qytetarit? Qytetari duhet ta di që unë kam alternativën. Gonxha është aty, nesër është ai tjetri. Ja ku është opozita. Dhe unë kam besimin që dhe po gaboj Gonxha, unë tani do ikin punë, unë votoj, do shkret votoj dhe kur unë kem takimin tim me referendumin, me votën e tjerë, unë do dënoj Gonxhën për gabimet e qeverisë së tij. Por ama menjëherë unë kam një alternativë. Kur nuk ke alternativë dhe kur ke mbrapa teje edhe një strategji që ta bëj vendin që është një grop në çdo kuptim dhe kur humbet e referenca historike, krahasimore, se nga vim ne vim nga 2013, ne vim nga një vend që ishte grop dhe ne sot jemi nga 2017, në pak vite ky vend që jemi sot. Kaluam gjithë ato drama që ne i dim, se unë jam bërë pak edhe ndoshta ndonjëherë dhe kujtoj një herë çfarë thot ky që thot kemi vetëm 6 vjet. E them pa shaka. Domethënë, hajde dhe ulu dhe bëj politika dhe reforma të plota qeverisë, sepse je në qeveri, si më thon, drejton qeverinë, në këtë rast majoranca e Partisë Socialiste, nëse i bën dot gjitha këto që ta bësh të vend Zvicër, nga viti 2017 që ke filluar, në 2019 tërmetet, pastaj pandemia, pra merr 3 vite, 4 vite, 5 vite grusht barkut, ulesh në gjunjë, bie në tokë nga ana ekonomike, nga ana gjithë sfidave që ne kemi kaluar, dhe sa vite të kanë ngelur për ta bërë të vendin Zvicër. Po mirë, ne apo ishim Zvicër ne në vitin 2017, se ndoshta kemi harruar, se Brezi Z, Gen Z-ja nuk e kupton mbase se ç'kemi qenë ne. Nuk e di që ne në vitin 2011 vritesh në bulevard, nuk e di që pra po të bëje siç bëje sot e po tentoje të afrohesh, sot s'ka gardh. Shkon deri ku duash atje, e djeg nga jashtë, e lyen, e shplan, e bën edhe nuk ka asnjë situatë, pa aty vritesh në rast se i afrohesh gardhit, jo mureve. Tani, këta nuk e dinë që se kanë jetuar, duhet ndoshta të bëjmë më shumë për ta komunikuar dhe këta nuk e dinë që ne nuk vim nga Zvicra, edhe në rast standard i papritur dhe ne kemi kaluar në depresion. Por neve jemi një vend që vim nga një situatë që e nisi për ta çuar këtu ku është Partia Socialiste. Edhe këtë as nuk e luan topi. Cili është mesazhi që i jepni protestuesve? Dhe kështu që kjo rrezon çdo një mesazh që do të jepni pretendim që dorëheqje se kështu se ashtu është e pamund natyrisht që mund të ketë njerëz cilët mund të rimendojnë votën e tyre, po pse budallëmi ne nuk e dim, ka njerëz që edhe pas 25 majit mund të rimendojnë votën e tyre, mund thonë u zhgënjeva nga ka ngjarje politike, ka ngjarje që mund të kenë lidhje edhe me partinë tonë dhe me eksponent partisë tonë që mund të kenë një kosto politike. Dhe nuk diskutohet që qytetarët mund ta mendojnë ndryshe votën e tyre edhe pas 2 muajsh. Po ama kjo gjë ka vetëm një moment ku ky sentiment matet, dhe ky është në zgjedhjet e ardhshme. Dhe nuk ka asnjë gjë që të ketë ndodhur në Shqipëri që të ketë justifikuar që ne t'ja mbathim, që këtu të zhduket të bjerë papritmas gjithçka që lidhet me legitimitetin ton politik edhe moral edhe njerëzor, edhe neve t'ja mbathim edhe këtu të vinë, se ç'të them tani se ç'kam parë dje se s'kisha kohë këto ditë e kam parë më pak, po ç'kam parë dje se çfarë se është që në i ndiqni rrjetet sociale? Është që në mënyrën se keni kohë ose i kushtoni? Është që në mënyrën se si shfaqet dikush në atë bulevard që të dhëm zëmra. I keni ndjekur edhe deklaratat e protestantëve? Të shohësh se çfarë personazhesh janë duke dalë, është me vërtet që të vjen keq për ata, për protestën, për atë që filloi, për atë që ishte në fillesën e saj, për atë pjesë që kishte të bënte me pjesën e fillesa ishte fantastike. 2 javë e para kanë qenë e kërkesave që lidheshin me ngjarjen në Zurnes, tani është kthyer në një më del mua tani te parlamenti një krejtësisht i çmendur, një skizofren, por nuk po e përmend mbiemrin se kam shumë vite në këtë qytet dhe më vjen zor t'ja përmend mbiemrin dhe në podcast paradite thot do ta vrasin në datën 28, po nuk e vran datën 28, do ta marrin zvarr në datën 2 korrik, kryeministin e vendit vet.
nuk është kryeministri im, është Keni kryeministri zotin vendit Goxha tonë. e kam përshtypjen. Nuk ja përmendem emrin, e nxjerr tani ti që je në këtë gjendje psikoemocionale. Po ti je duke gjyt me vezë ke parlamenti para. Tani unë si do bëj unë? Mua më ka mësuar prindi që kur tjetri është budalla, unë do t'i hap rrugën. Unë nuk kam mundësi të kaloj mes budallëve që të bëhem si më thënë pjesë e një gallate rrugore atje. Që do dalim atje dhe do bëjmë. Se njëra mund të jetë histerike, se tjetri është jo mirë nga mend e kokës, se njëra thot pse unë isha në protestin që u bë dhe thash do hidhem nga kati 5, një tjetër thot unë jam hedhur nga kati 4, dhe tani ju po bëni duke më marr me mua, do bëni të hidhem prapë nga kati 4. Nuk përmend emra. Po ideja është që sa të vajtën unë e njoh nga rrjetet sociale dhe ka kaluar disa trauma. Po mirë, të lutem, të mund të japim. Që nuk duhet merremi. Po të mund të japim një dorë të gjithë shoqërisë. Do ata që bëjnë deklarata të ashpra janë dakord, po ti lëm disa njerëz që kanë kaluar trauma. Po nuk mund të marrin bulevardin, se është fytyra dhe është mbarja e një kombi tërë, është mbarja e një shteti tërë. Po nuk është se janë vetëm ata, ka dhe njerëz. Po janë, po kanë zë. Shumë të shëndetshëm, njerëz me arsim të mirë. Nuk ishte të tillë dhe nuk ka të tillë nëse ti dhunon dalin nga parlamenti të vendit tënd të zgjedhur para një viti. Edhe nëse ka delegitimim të një pjese, të diçkaje, të një aspekti të caktuar, do duhet ta trajtojmë institucione. Nuk është ky precedenti që duhet vendosim në të vend. Ky është çdo diskutim. Nuk mund të dalim ne janë bërë të gjëra me sjet, kur nuk ka pasur as institucione, asgjë, nuk bëhen të gjëra tani. I ka bërë dhe Albin Kurti në Kosovë, goditjen me vezë. Pra, nuk është një gjë e panjohur. Nuk ishte vetëm goditje me vezë, ka qenë goditje me pllaka, ka qenë goditje me gur, mund të haje. Jo, pra ato jam mund të haje vezën, po mund të haje edhe pllakë. Te dhuna jemi kundër. Dhe pllaka ka qenë e rëndë aq sa ideali mezi gati dhe e hodhi. Po, në drejtim policisë. Jemi kundër në datën 2 korrik të kuvendit. Vojo kush i shkret do jetë rretulluar në varr, sepse nuk mundet dot që ne të bëjmë gjeste të tilla. Magdet e dhunës besoj që nuk bien. Ne nuk kemi ata që ata mendojnë. Unë nuk e di se në çfarë bote dhe fantasmogorie ne mund të jemi ata që ata mendojnë për ata, po unë i them vetëm të gjithë që në atë moment nuk diskutohet që të hapim rrugë budallëve dhe do dalim nga dera e pasme. Dëmtohet biznesi tek rruga Toptani, po patjetër, nuk e dëmtojmë ne. Kostoja e rrugës Toptani është kostoja e ca budallëve, të cilët nuk dinë që kjo punë nuk bëhet më kështu dhe nuk ka se si të bëhet kështu. Nuk mundet do të delegitimohet parlamenti një vendi me gure me vezë pa pasur asnjë lloj komunikimi, asnjë lloj dialogu, asnjë lloj mundësie për të folur, për të nxjerrë dokumenta, për të nxjerrë fakte dhe pastaj, pra, po themi janë në luftë të tjerët, janë shtete në luftë, janë me bomba atomike, me Gjermanie, dhe ndalojnë 10 ditë, ulen negociojnë dhe pastaj mund të fillojnë luftën prapë. Por nuk mund të jetë kështu. Dhe kjo gjëja dhe kostoja që unë përmenda për mosmarrvajtjen, unë nuk e vura gjithën proteste, se nuk e kam këtë analizë të plotë që të them që mbase në një situatë tjetër, për shkak të protestës, neve nuk do kishim shpenzuar nga buxheti i shtetit 4.2 milionë euro. Po të isha si përfaqësor dhe unë si shumica e tyre, do thoja që mua më thoni për 4.2 milionë euro, po unë kisha gjithë arsyet të merra vendimin e drejtë të shpëtoja një event që kushton Shqipërisë. Sa kushtoi vendimi im? 4.2 milionë euro është kostoja e fatura juaj. Ju e bët që të jetë me faturë ky koncert. Pra, pse kemi kaq kohë që ju themi stop, sepse Shqipëria ka nevojë që të eci në ekonominë e turizmit, të eci në numrin e vizitorëve, të eci në një normalitet e përditshme e njerëzve nuk mund të prishet. Vetëm sepse kanë interesa një pjesë e caktuar, nuk mund t'i kapësh njerëz nga trotuarët, nuk mund t'i kapësh njerëz nga kafet, nga ndeshja, nga botrori i tyre. Ata që rinë atje nuk janë aktorët tanë, që i kemi paguar ne me dublante, me kështu, dhe i kemi dhënë si ata që janë emisione televizive që janë aty për pjesën e, ata nuk janë aty me pagë nga ne për të parë ndeshjen e botrorit. Pra ideja është që duhet kemi kujdes në këtë pjesë, sepse kjo pastaj kthehet në një histeri kolektive. Dhe kjo gjë do ta bëjë që ajo do rrudhe dhe prandaj është rrudhur, sepse ekstremizmi ta rrudh lëvizjen. Prandaj ne që kemi bërë lëvizje dhe kemi drejtuar lëvizje me qindra e me mijëra njerëz, neve e dim shumë mirë se ku shkon. Dhe jeni përsëri për negociat, se kanë edhe dy pyetje. Çdo ditë, çdo orë, çdo moment që nga fillimi i herës, thënë nga kryeministri, nga ne, kush është lista, nëse lista fillon me të doriqet qeveria dhe të doriqet kryeministri, ne nuk kemi se si të bëjmë dialog, se i bie që ne sjemi. Pra ideja është që këtu është gabim që nga mënyra se si është konceptuar lista e dëshirave, dhe këtu del që nuk mundet dot që të jetë njëkohësisht pa strukturë,
pra pa një fizionomi, nuk mund të jetë dot që nga një terapi grupi të dalë një plan strategjik. Nëse do bëjmë terapi grupi, e respektojmë. Ulemi dhe themi dhe nxjerrim gjithë dertat tona. Biles do bëhemi edhe në një rreth tjetër ne aty afër dhe dalim dhe ne me dertet tona që kemi. Se dhe ne e njohim shumë mirë shoqërinë shqiptare, veten tonë e gjithë problemet. Se ata që ata duan të anëtemojnë si e zeza e këtij vendi, janë disa qindra mijë shqiptarë të tjerë, motra vëllezërit e tyre, në administratë punojnë shqiptarë. Nuk kemi marsianë. Është nusja, buri, motra, vllai i dikujt që mund të jetë në atë protest. Pra ne nuk mund të mohojmë dhe të përjashtojmë nga shoqëria si një temi pjesë të panevojshme më për jetën tona, një pjesë që është gjysma e kombit tonë. Kam edhe një pyetje të fundit, zoti Gonxhe. Kam parë kohët e fundit që jeni shumë aktiv në media, me të drejtë, sepse edhe dikasteri juaj ka qenë në qendër të vëmendjes, por kam parë një performancë ndryshe nga ministrat e tjerë. Ky është një vëzhgimimi, ja? Dhe flas një performancë e cila ju jeni përballur edhe me kritika, jeni përballur edhe me zëra kundër, dhe unë do ta quaj një performancë të mirë mediatike. Në optikën time gjithmonë. Duke parë që emri i vetëm që ka dalë nga Partia Socialiste nuk e ka një performancë të tillë, flas për Bashkinë Tiranë, zonja Gerta Manastirliu, me gjithë respektin në aspektin njerëzor, nuk është se i njoh, po flas, nuk e ka një performancë mediatike. Apo futet Blendi Gonxhe tek një kandidat serioz i Partisë Socialiste për Bashkinë Tiranë në maj që mund të jenë zgjedhjet e vitit 2027, sepse e ka dhe një performancë, por mbi gjitha ka dhe një eksperiencë në bashki, në epokën e Zotit Rama, po dhe në epokën e Zotit Veliaj. Okej, ky që një provokim gazetaresk i kuptueshëm. Ju natyrisht që jeni shumë elegant në mënyrën se si drejtoni emisionet kudo. Edhe e mirë kuptoj, nuk kam asnjë lloj, besoj që as unë, as kolegët mi nuk kanë komplekse që ne të pyetemi edhe kështu. Patjetër. Po ky është një vëzhgimim, ja. Sa ju falenderoj nëse ju keni vlerësuar qëndrimet e mia. Unë e kam parë. Unë nuk është se bie dakord në shumë qëndrime. Patjetër, po të paktën jem i vërtet. Edhe jam keni vlerësuar konstruktive dhe në radhë parë një herë paktën keni mirë kuptuar që në kohë të jashtëzakonshme. Një njerëz që del, flet dhe pranon disa të vërteta. Për shembull, ju pranuat, më bëri përshtypje një deklaratë që ju pranuat nuk kam patur ujë në shtëpi ditën e sotme. Sepse shikoj disa deputet, disa ministra të cilët thonë, "Je shumë mirë, nuk kam Shqipëria është lule ndaj këtej." Për mua kjo është gabim, po gjithsesi. Është gabim, ne nuk duhet jetojmë mbi re asnjëherë, kushdo qofshim, dhe nuk duhet ta zbukurojmë realitetin, se është shumë e gabuar që ta tjetërsojmë realitetin. Realiteti është ai që është, por as duke u themi kompleksuar dhe duke u vetë fajsuar, si më thënë, padrejtisht. Duhet të ndajmë gjithmonë shapin nga sheqeri dhe duhet të ndihmojmë brezat e ri, e theksoj këtë gjë, që të dinë historinë e vendit tyre, sepse duke qenë gjatë në pushtet edhe bëhet edhe ndoshta pak e vështirë që të ketë një kronologji në kuptimin një kronologji sa i takon vlerës, meritokracisë gjatë tranzicionit. Okej, nuk e duam tranzicionin, na ka lodhur tranzicioni, po tranzicioni ka heronjtë e vet. Ka dhe mëkatarët e vet. Dhe kur ata janë shumë, si më thënë, dukshëm, të dallueshëm, është në dëmin e interesit të tërë shoqërisë që të bëjmë sikur nuk i shikojmë, ose të bëjmë sikur i kemi harruar. Edhe gjithsesi, shoqëritë që janë koshjente, janë shoqëritë që pastaj janë të afta për të organizuar jetë më të mirë, një vend më të mirë, një realitet më të mirë për veten e tyre. Tani për pjesën e kësaj që thatë ju, unë do doja vetëm edhe një herë te pjesa e parë që është pikërisht në momentet e jashtëzakonshme që nuk diskutohet, që kërkohet kontributi i të gjithë neve, dhe unë këtu kam bërë atë që më takon, sepse kam qenë shumë i lidhur me tranzicionin që sapo përmendëm, kam qenë i lidhur me etapat ndryshme të historisë së qytetit dhe të vendit tim, që me timen uroj dhe besoj fort që kam qenë gjithmonë në anën e drejtë të saj, ose kam tentuar gjithmonë të jem në anën më të drejtë të saj, edhe që kam shumë pak për të penduar nga ato që kam bërë në jetë, kjo pas një mendjemadhësi, dhe kjo gjë është që e bën që ndoshta të jem pak më, si më thënë, më ndryshe. Edhe më përgjegjës, po edhe më, si më thënë, i detyruar që të dalë, të mos fshihem. Ka momente që unë i kuptoj dhe kolegët e tjerë cilët mund të jenë më të rinj, cilët janë sapo kanë ardhur në parlament, sapo kanë ardhur në kuvend, sapo kanë ardhur në jetën politike, themi në skenën më të madhe të jetës politike, dhe tani ata më të dukshme, atë më të
tamam, më të dukshme edhe ata tashmë janë përpara një situate që nuk është e lehtë nga vepra politike, me njerë pas zgjedhjeve që ne patëm vjet, kështu që nuk diskutohet, unë i mirë kuptoj një pjesë kolegëve, ka dhe mënyra të ndryshme artikulimi nga ne, unë për shembull kam më të vështirë të jemi artikuluar në kuptimin e një narrative përsëritse në normalitet, nuk e kam të një pjesë të natyrës time, unë jam më funksional në një moment si me thënë pak më të madh presioni, sepse dalë më shumë tek ajo që ndjej, dua të jem protagonist gjithmonë, kam pasur të gjeniet, po duhet të jem protagonist i ngjarjeve që po ndodhin vërtet dhe që jo të një rutine sa i takon, po themi, pjesës asaj të folurës korrekte politike. Bashkia Tiranë është në një situatë mua do më dëgjoni më shpesh në këto situata, që unë uroj mos i kemi. Bashkia Tiranë është në një situatë të tillë, që ju thatë, presioni, tensioni, në një lloj ngërçi, do ta themi. Bashkia Tiranë për gjithë jetën tonë, pa zotin Velia, është një ngërç, në një vend që jeton në shumicën e vet të popullatës vet në kryeqytet dhe që është i vetmi vend që ndërsa Shqipëria ende po punojmë fort që të mos paksohet vit pas viti, Tirana është i vetmi realitet që zmadhohet vit pas viti me mbi 20.000 banor dhe vetëm kaq mjafton për të kuptuar se çfarë sfide e jashtëzakonshme është të qeverisësh Tiranën. Dhe natyrisht që kjo do kërkonte refleksione dhe punë dhe analizë dhe nuk diskutohet që kjo është drejta e të gjithë faktorëve politike e tjerë, edhe shoqërisë civile, edhe të natyrisht të komunitetit dhe gjithçka, edhe kuptohet në atë parë të rezidentëve të kryeqytetit, për të ripare, për të mos u lodhur kur për të parë një mënyrë, skem, strukturë, organigram, një format që mund të jetë më i miri për të qeverisur atë që është Tirana, sepse Tirana është aq dinamike dhe është aq e madhe dhe është aq nevojtare dhe është gjithë vendi këtu praktikisht. Pra gjithë ekonomia e vendit. Shqipëri e vogël. Këtu janë, si më thënë, investimet me efektin më të madh, këtu janë gabimet me koston më të madhe kur bëhen. Këtu janë, sepse është qyteti më i madh dhe është vendi që ka ekonomi më të madhe. Marr parasysh tani brenda Tiranës, zona që unë përfaqësoj politikisht, diku autostrada Dalja Shqiponja Kashar, vetëm në zonën aty dhe zonën industriale, prodhohet rreth 65% e prodhimit brendshëm bruto të Republikës Shqipërisë. Pra, për të kuptuar që çfarë është Tirana, që vetëm në një lagje të saj prodhon sa, po themi, mbi gjysma e Shqipërisë. Jeni gatshëm ta merrni si përgjegjësi apo? Dhe nga ky aspekt nuk diskutohet që ne jemi që të gjithë koshient që kjo nuk është një çështje e një individi, në momentin që flasim, mua vjen shumë keq sepse natyrisht që kryetari i bashkisë që nuk është në detyrë, zoti Veliaj, nuk e ka të mundur të ushtroj themi atë që është përgjegjësia dhe mandati që ka dhënë qytetarët e Tiranës dhe kjo i ka kushtuar natyrisht Tiranës shumë, sepse edhe sikur të ishte një kryetar bashkie i suksesshëm, edhe sikur mos ishte i suksesshëm, çdo kryetar bashkie i munguar dhe i zëvendësuar nga një kryetar bashkie i komanduar do ishte subjekti një problemi të madh. Bie shumë në sy Tirana. Tani unë di të them që përpjekja aty është shumë e madhe, por që edhe nga aspekti i situatës që lidhet me kryetarin, që s'është detyrë, edhe nga aspekti i një Tirane e cila kam përshtypjen se në vend që t'ishim duke folur për problematikat që ka, duhet ishim tashmë duke diskutuar dhe duke marrë pjesë në dëgjesa e në punë, në mëngë të përveshura, për aty duhet ishte Tirana e re në kuptimin e arkitekturës dhe të inxhinierimit të një administrate dhe të një qeverisje të re, e cila ndoshta nuk është e lidhur vetëm me Tiranën në këtë rast, sepse duhet të konsultohemi edhe në kuadrin e një reforme të re territoriale administrative, por ku Tirana mund të ishte ndoshta laboratori më i madh dhe më i rëndësishëm i asaj që do ishte Shqipëria pas 2030-s, në kuptimin e një qasje që do ishte krejt e ndryshme mbi autonominë, pra mbi mënyrën se si ne i konceptojmë shërbimet në territor që duhet jenë sa më afër një koncepti vetë financues të një koncepti i themi leverdishmërisë të gjitha
investimeve që ne bëjmë, i një po e shfalosni programin. Unë përmenda, jo, nuk e kam për këtë, përmenda më parë. Ky është një program pak a shumë. Jo, nuk e kam për këtë, po përmenda më parë thjesht për të kthyer në bisedë, përmenda më parë rëndësinë që kishte për Londër industria kreative, domethënë në kushte të tilla as nuk do kishte qenë nevojshme ndoshta që ju e thatë vetë që ministria t'ishte e para në disa prej gjesteve, disa prej ndryrave që ne duhet bëjmë për ta mbajtur në këmbë, si më thënë, një detyrim që mund të ishte ndoshta dhe i lehtësisht i përballueshëm nga Bashkia e Tiranës. Por në këtë moment që mungon legitimiteti, që mungon vendimarrja, që mungojnë shumë prej, si më thënë, sigurive që kryeqyteti duhet kishte tek bashkia vet për të marrë vendime, për të mbledhur, për të bërë, është e vështirë për administratën e tyre. Dhe në këtë moment, pra me shumë keqardhje them të gjë, nuk duhet ta mendojmë Tiranën për shkak të kësaj situate dhe bashkinë për shkak të kësaj situate dhe ta paragjykojmë në çdo gjë, është e kushtëzuar dhe do ishte shumë kollaj për gjithë që të dilin dhe të flisin dhe të jepnin mend për Tiranën tani, por nuk është e ndershme. Pra duhet ta shohim të gjithën në një hardcore më të madh, ato që janë bërë në Tiranë, kam punuar me kryetarin Velia, kam qenë edhe me zotin Rama. Drejtuesi i përgjithshëm i APR-s, më parë kam punuar dhe me ish kryebashkiakun Rama. Keni qenë në kryetar bashkie? Kam qenë në kryetar bashkie, e di shumë mirë ethen e kryeqytetit, e di shumë mirë peshën dhe rëndesën e kryeqytetit. Është një vokacion i imi dhe këtu se përjashtoj prap po bëj sikur po bie në provokim që është në vokacionin tim natyrisht terreni, është një gjë që është në vokacionin tim, unë se mohoj dot, pra është manjaklëku për dhe më tepër Tiranën e njihni çik më mirë. Manjaklëku për punët publike dhe për detajet e qytetit është, por kjo nuk është vetëm ka unë kam shumë kolegë, shumë të aftë, të denjë, të mirë, mosha që mund t'i ngjajnë moshës time, të rinj që unë njoh me kalimin e kohës, ka plot njerëz. Nuk një publik, ne duhet, dakord, po unë diskutimi është edhe pak publik në rastin konkret. Kjo është relative se unë ndërkohë jam duke u bërë cop për një koncert, kështu që ne kujt dihet, unë mund të jem edhe me goxha minus në këtë sens në çdo aspekt, po ama unë mendoj që ajo që duhet bërë është që aty ku është e drejtë, aty ku je përgjegjës për të vepruar, aty ku duhet të marrësh vendime edhe me kosto politike, atëherë je një drejtues i duhur. Se në qoftë se do ishte që ne do merrem vetëm vendime të lehta, vetëm qëndrime të lehta, për çfarë do duhesh të ishe? Kjo vlen për këtë. Për çfarë do duhesh të ishe një drejtues? Pra nëse do jetë, nuk po them udhëheqës, por në kuptimin. Nëse do jetë hapësira dhe mundësia, ne provohemi. Goxha do të ishte i gatshëm ta merrte. Ne provohemi kur ka, si më thënë, situata të vështira, aty duket se sa vlejmë. Pastaj pjesa tjetër është që nuk diskutohet që është një situatë që të paktën nga qendrimi politik i partisë, ne nuk kemi ende një qendrim zyrtar për kandidaturë, sepse ne natyrisht me shumë Zoti Braçe ka dalë vetë kandidat, është vetë ofruar. Unë mendoj që më e drejta këtu do ishte të thuaj që duhet kemi një proces temi formal brenda Partisë Socialiste, do ketë një proces i cili do të jetë besoj i lidhur me vjeshtën e këtij viti, që do duhet të formalizohet, do ketë një e rëndësishme që ne të jemi të gjithë themi kontributor të një force politike, të një mos ketë asnjë lloj themi që mbeti. Ato nuk shmangen dot, është e pamundur. Të mos ketë fragmentim të asaj që do ishte ku diun, përgjegjësia që do të ishte arsyeja pse ne jemi të zgjedhur nga populli socialist, por edhe nga shumë qytetarë, është që ata të kuptojnë që neve duhet të vëmë veten pas qëllimit kryesor. Dhe qëllimi kryesor në këtë rast është e mira e përgjithshme. Dhe e mira e përgjithshme e kryeqytetit dhe e vendit është që ne gjithë duhet të jemi komplementar. Ne duhet të jemi të gjithë bashkëpunues, duhet të jemi komplementar. Një grup njerëzish i cili fillon dhe vë veten para kauzës dhe vë veten para gjithçkaje, mendoj që nuk do kishte si të ishte një personazh i cili do të ishte i suksesshëm as në drejtim as në udhëheqje, sepse do duhet gjithmonë mesazhi i qartë për ata që kuptojnë. Do duhet kuptojmë që në këtë radhë domethënë rëndësinë primare e ka fati i kryeqytetit, edhe nuk diskutohet që unë jam krejt i bindur që kjo nuk është një gjë që ne kemi marrë me tapi. Ne duhet ta justifikojmë, e ne duhet ta meritojmë, e ne do duhet ta kandidat thash, se nuk dihet fitot apo flas Partia Socialiste me Tiranë. Jo, për PS-n. Flas për PS-n. Pra, kjo është demokraci. Këtu mund të ketë edhe situata që për shkak të
dinamikave të reja, ne mund të kemi edhe një situatë zgjedhore që mund të jetë e vështirë. Ne do duhet luftojmë, do duhet sepse nganjëherë duket sikur e kupton se sa kam parashikuar që do të shumë e vështirë. E kam bërë publike parashikimin tim, po kjo është optika ime. Atëherë mendoni se sa relative, akoma më shumë relative bëhet se është ky apo është ai te. Por do jetë edhe për PD-n, unë besoj që PSD do ketë situatë vështirë në zgjedhjet që vijnë. E rëndësishme është mendohet që se kur peshku ndet i ganin zjarr, kur mendon se Tiranën e ka PS-ja, tani ka ngel puna se kush do jetë kryetar, kupton? Harron që mund të humbësh dhe Tiranën. Prandaj ideja është që ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm këtë pjesë. Mos ta humbim asnjëherë atë thjeshtësinë dhe modestinë tonë, këmbën në tokë, punojmë, nëse meritojmë. Nëse nuk e meritojmë, qytetarët e dinë. Mirë. Erëm në fund të kësaj bisede. Faleminderit shumë zoti Gonxhe. Kënaqësi që të kisha, harxuam shumë kohë, po besoj ja ka vlerëtur sepse ndryshe nga shumë emisione të tjera ku të ftuarit nuk kanë mundësi të shprehen, besoj që e keni ndjekur me detaje zotin Gonxhe në çfarë ka thënë në gjitha ato dinamika që lidhen me aktualitetin dhe jo vetëm. Faleminderit. Ndërkohë me këtë intervistë në fundet e episodit për ditën e sotme, mos harroni të bëni subscribe, jepni edhe komentet tuaja, do t'i lëm të gjitha sepse kam parë disa njerëz që ankohen, përveç atyre që janë me fyerje, çdo kritik, çdo sugjerim ne lëm aty në komentet tona dhe njerëzit e shikojnë, japin mendimet dhe sugjerimet e tuaja. Deri atëherë, ju falenderoj gjithë dhe ju uroj një fundjavë të mbar.